Hajdini me neve të knoqëm bashk. Po blek, Mirë se po takohemi miqtë e mi, një përshëndetje nga unë Dorën Tina për këtë shikuesit tonë që tani në këto momenti janë duke na ndjekur. Sot jemi në fshatin Xërc, komuna Rahovecit. Normalisht kemi ardhur pas shumë ftesave që na janë bë me ardhur me vizitu fshatin. Jemi në fillim të fshatit, po du me undal për pak qaste me komentu fshatin. Pjesa e fillimit po më pëlqen për shkak se e gjithë rruga është shtruar me kubza. Përshëndetje! Qysh je? A je mirë? A je lodh? Qysh je me shëndet? Shumë bukur jallë. Me vjen mirë. Qysh po kaloni? Vallaj mirë po kaloni. Si është jetesa në fshatin e juaj? Shumë bukur është. Shumë bukur. Shumë njëri pozitiv po dukesh. Po vallaj A shumë. duhet me thonë gjithë shumë mirë, apo Gjithë do të me thonë. edhe kur ka keq, a? S'ka do Me të keq të botë kur gja, Ja, vish me të mirë, vish me se vda, me jeta shkon që shtut. Shumë mirë. Edhe në këtë ftoft po na jep shumë motiv që na me vazhdu drejt fshatit. Po vallaj drejt. Drejt. Qysh është jetesa në fshatin Xërc? Vallaj mira shumë. A e kanë lënë fshatin hiç? Mërgjimtar, a ka shumë? Ka vallaj. E pse e kanë lënë, pse kanë shku? Se kanë lënë. Pa dojnë ma mirë. Pa Sa dojnë nuk ma... është mirë këtu, a? Jo, këtu mirë, pa sigurim s'ka. Shërë sigurimi të trit iken në ledë, i me vetëm flesht, e plakot. Sa po është e vështirë për juve? Shtyrë valaj. Shtyrë, për shala mas këthajen. Po shpresoj, me ymit. Kanë më këthyrë, më dhe me ymit, a më koni ymit e kështë të këpati. Po, o që jo keni fmi? A keni fmi? 4 jemi ka. A kanë dalë a i ki këtë? Valaj, 2 kom këtu, ata shërë kanë dalë. Ani dhe 2 masi i paske këtë, mira puna. Mirë. Ja dhe që plakën së kam, aja nuk kam mirë. Plakat pas kalona. Kalon, valaj. A të kalon herët a kur ka shku? 2015 në ka dhe. Ka qenë e vështirë kjo pjesa pa të? Valaj ka qenë, po shumë e po. A ja ke ditë rëndësin ma shumë masi që ka vdik? Atëherë është vonë. Vonë ka pas vitë ma heret me pas të kujdesa këto. Ta si po da. Po, na disi nuk ja dim vlerën gjërave të mira deri sa na u kthejnë në kujtime. Kur të bëhen kujtime... Që atë e dina. E pse e kem këto kështu? Ku me ditë që shna kanë lonë. Ata të parë të tonë këta. Po, apo mundesh me u kujdes për vetën? Po, për vetë. Kështu mirë po dukesh me shëndet në kom tua, po... Mirë kom të mirë, shë ndër lapi zotit. Se... I kafe heci, ma shumë heci valaj. Shumë mirë. Se edhe mjekim ka thënë, se ka një vich hec. Po, kjo të monë shumë. Se të manë, e hecnja ti me shok, atysh, me zi këqyre shok që të thojnë, po të këqyre vetë vetën tonë, këqyre trupin tonë, që shosht ma mirë, që shosht ma asi. Jo, mërë që kanë me thonë, ti kur kuj Filip kur gjonë, delpin kafe, asë thu qëm të kafja. Pensionin teme kam. Shumë mirë. Edhe djenë pa më qojnë, edhe qiket që ta shumë vinë nesër, Inshallah vinë mirë. Inshallah vinë mirë. Inshallah, e kënaqesh gjithmonë me fëmitu. Inshallah tonë kënaqen, se jo vetëm një person. Po, se ju keni hek shumë njët, keni sakrifiku, ta shqyqër kanë orë do ditë mira për juve pak me shiju jetën. Shumë mirë në kanë orë, se ma mirë ma, unë përje thonë shokve shpeshere hoqë, se hoqëa nuk përja dinë hëmë dhe lajnë, se sa bësa ka një mirë ki. Ta është tanë në të mirë të sobë për kësajet, tanë në të mirë. Se du këta, du ata, du këta. Hëmë dhe lapi zotit, tanë a jenë. E ta shoqë me ju pytë, a na ka që pak e mira pesh neve? Po që janë mira në ka që pesh, se mas më kone mirja
Piskeqit sek, kërkush. Ati që... E mirë ja trenon. Vallaj, E cila kohë të pëlqen ty më shumë, atëhere apo sot? Jo, valla mua sot. Ata shokë që i kom pa thonë. Se ka neve qysh pa thosh tash. Po shko pa dojnë vetë pa bojnë. Po qysh gruja, po shko me gruja ka dëretet. A vetëm na, Ballkan hek. Ato gratë tona. E zoti shpërbleft sa mirë po fol. S'kan guxu për para as me dalë. Për lazë s'kan guxu me Si qenë. robe kanë konsideru. Po një jetë e keme, dhe unë du me shiju jetën, nuk ja kom bërë shkërkuja të minaj gjithë ditën, Ja, valla. poshte përpjet me tabake me, apo? Po de, e tash shumë bukur jemi të qu, e jemi njerë, Po, vallon. Sa vjet i bone? 80, e 8, për 89 jam. Moshator jemi. A dhe ti koko që? O do kështë e re, me ti. Pasha zote, ti pa do. Duk na kështë se kom bo operacione plastike. Se që aty pak një vit ma e re kokna se ti. Ja, në bet, jo valloj, mu kom do kështë shumë e re. Vetë sa i heka kullet e shamine, thash dalë gjëra i diqë. Ja, me kulli me shamia s'ka. Kundra shamive jemi, nuk e di, pëshot do të katonit tonë, zarë ka mas pa më, pi pagujnë të shka. Ku është po pagun? Ja se di. Shamia. Ja se di Po, unë. e di une, se tash qika, me të që prejtë më e kavalja, ju keni marrë tash edhe pa qitë një pesha, pa qitë një hiqë aty në maskrëllëkve. E juve nuk ju pëlqen të më thonë me mbojt shamina? Ja, valla, unë për veti, edhe këtë shatë e gati që nuk kanë që shamia, shëpëtuin shamia. Në këtë fshat i takoni besimit musliman, apo? Po. Nuk keni ndonjë një besim tjetër, fej? Ja, s'ke. S'ka. Ma shumë të muslimat. Po, a ka shumë shtëpia? Vallaj, shpia ka, po gati 1000 janë. A të kam bet në i shok, në i mushatar? Po i ka. Përveç mije. A për një me mendove që i kom 87-a? Ti 88? Ja, jo, patsha që jere. Patsha që jere, se dojnë ta zogët, të dhe sa vjetë. Të dhe që. Adhe, shokë të më thonë, mare, bëtë ka një të s'pa plakë është ishë, është unë nuk plakë se mu se daja manë. Shaka më plakë, për shka. Plakon që thojnë e mon qefi. Qefi e manë, mësë më konë qefi, tash unë kështë e dekë mati. Po, vallojnë. Po pa folish me qikë me këtë qikë, pari që pa folish, copët s'me jo e kam. Edhe ato ma ka qefi me folë. E vërtet. Bësë ka një bilimjona, o bësë ka një, këjlaki kje i këta shalasën pjekë. Losim. Këtë pjekë që tash ju vjetë, bësë ka një kike i ka balona. Unë e uroj që deri në fund të jetës sot ka dhonë Zoti ymer me qëndru kështë që është koke pozitiv. Ishte shumë knaqësi, faleminderit shumë. Faleminderit sa pi Çdo të mirë, respekt. Faleminderit. Mirë pafshim. Faleminderit shumë. O, ma dënë mu me fol me pleq. Më caniki. E bona një në gjyshmër. Miqtë e mi, nuk mundem pa ju tregu diçka. Dje, në makinë kom harru jaknin, sikur të ma kishte jep Zoti një shenjë që sot është shumë ftoftë. Ne u nesëm nga Prishtina koha me diell nxehtë, edhe kam dalë veç në mantel. Mandej, kur erdhem këtë nxërc, një me ish drc. Që qa kum bo? Shmë si kalzani kërkujna. Do në thonë, sot jam me 2 jakne, së është tepër ftoftë, po duhet njëri mja bo hallin vetës, për shkak se na dolëm vej shumë hall valla, tepër ftoftë. Kështu që na shti nuk po vrina se cërtana, apo vrina ondi. Mira, tash e di se dal ma jashtush, po s'ka dert.
Rëndësi 2 jakne i ka. Ondi nëse mdel që ke jakne kështu gjatë gjirime, e bën shkeputje. Për ata cilët përshëndetje. Pritë mojnë dzërc. Aski ku. Hajt. Po më pëlqen miqtë e mi pjesa ku ndodhe momentalisht është shtruar komplet me kubza, përveç rrugës kryesore në krahët e mi janë edhe trotuart, gjë që dini ju që më pëlqen shumë në çdo fshat ku shoh trotuar, është edhe kjo hapësirë bukur e madhe, përveç kësaj fshati po duket me mirëmbajtje deri diku, jo 100%. Ka ca mbeturina aty këtu. Qetësi është shumë, me fillim kur erdhëm duke u përgatit për xhirime, ka pas bukur lëvizje, derisa i përgatitëm ne pajisjet na eken, momentalisht nuk jem të pabanuar. Ftesat kanë qenë qysh heret marrë në Dzërc, se djem të e shqiptu tamam Dzërc. Dzërc! Edhe në stog i kem një fshat Dzërc, Cerc, ajo ka Cerc. Sa e bukur po duket kjo rrugica, por nuk është e shtruar, ndoshta nuk është edhe shumë e gjatë, apo shkoj mundi, apo vazhdojmë kështu drejt. Publiku po ka dëshirë me i pa shtëpit. Hajde po shkojmë dal nga dal, masi veç edhe po më pëlqen. Tashmë e dini, ne nuk e lajmë thujase asnjë rrugicë pa shku, përveç në raste kur nuk e dim ose kur me të vërtet me tabela shpesh herë po ja huqin, nuk është faji jon, edhe po mendojmë që është ndonjë fshat tjetër, edhe nuk po hym hiç. Kështu që për aq sa arimi edhe dimë na sakt që jemi po në atë fshat, gjithsesi keni mi pa gjitha pamjet. Por edhe në rast kur nuk shkojmë me kamerë pamje, tashmë dini në dron do i keni patjetër. Për atë edhe e morëm dronin, se normalisht fshati don shumë xhirime, e kem parasysh, çdo herë kam cek, po e riceku përsëri, ne munduhemi me i marrë pamjet më të bukura, veçoritë e fshatit, edhe me përgjithësu fshatin, si për shembull sa Dzërcën apo X fshatin. Çka po du me thonë, kjo rrugicë mbaron këtu, i hynëm njërit në borë, po nuk po i hym, po kthehemi, ne po vazhdojmë drejt fshatit në anën ka isha duke shku ma heret. E rëndësishme është që shtëpit po besoj keni pa, po shpresoj që komi ja qellu me i marrë pamjet e shtëpive të mërgjimtarëve të cilët më kanë shkrujt. Jemi përballë xhamis këtu në fshatin Dzërc, komuna Rahovecit, apo shkojmë ka xhamia, apo shkojmë këtë rrugën. Përshëndetje! Mirë faleminderit ju. A jeni banor i fshatit? A mundesh me na tregu diçka për fshatin? Pak disa informacione. Mirë faleminderit Dorontina. Jo, si jeni? Mirë faleminderit. Po kalojmë, mirë. Çish po kaloni? Mirë besa, si jeni? Çush kalut? Sa kemi orë, sa po fillojmë, të shohim se si është fshati Dzërc. Po më intereson mënyra jetesës në këtë fshat. Qa me tonë, këtu mirën zakonisht me bujqësi ma shumë. Po. Është një fshat shumë i qetë, një sipërfaqe të mirë, të rafsht, si që përshini. E vërtet. Mundohemi me punu, me gjallënu, me jetu, si çdo kush. Po, përveç tokave që i punoni, mirëni me ndonjë punë tjetër? Për shembull banor të fshatit? Po, numri banorëve ka ra pak. Vërbeti i kam mbledh. Sa përqend mundesh me thonë që është mërgot? Si fshat, prej tana fshatnave për rreth, kemi në mërgat ma pak, ma mërmenja, ma pak. Jo si në fshatra tjera? Si në fshatra tjera jo, se jemi një vend që e mbledh rinin fshati, e grumbullon, nuk e len me u shpraz shumë. I kemi supermarketet, kemi pompat e benzines, kemi restorane dhe të vogla, kafiteri, po dhe restorane dasmave, që po i mbajnë rinin sa do kudo, po intereson shumë për punë. Janë shumë të interesuar për me punu. Kjo e bën vetën. Me bujqësi, ata që kanë tokë pak më tepër mirën, është një vend shumë i përshtatshëm. Çdo artikuj që është i bujqësisë bëhet këtu në këtë vend. Diçka tjetër me çka mirëni ju si banor në këtë fshat? Po tash. Çfarë më thon? Marketi është i juaj? Po jam, është. Unë e kam gjetë vetën qëtu.
Përderisa keni market, po besoj që edhe fshati është i mbushur me banor, se ndoshta mos me pas llogari normalisht. Jo, me të vërtet nuk po du me ja bo qefin vetit, po me të vërtet jemi prej fshatnave me banor mas tepërmi. Bile mund është me vrejt edhe rrugës, nuk ka shumë njerëz që lëvizin, janë shumë të interesuar për punë. Po punojnë, mundohen. Shumë mirë. Pra të më thonë, në këtë fshat rinia nuk është që e kanë lënë edhe shumë vende. Jo shumë si në për vende tjera. Shumë mirë. Dhe me thënë të nis prej numrit të nxënësave sa kemi në shkollë. A e se din më kanë- tregu për afërsisht? Ka ramje. Jemi konë dikon, po më duket mos të foli shumë. Për afërsisht, po. Kot po mbi 700 janë konë. Dikon tash 600 ose 650. Me siguri duhet më Shumë konë. mirë. Po kemi vende që ka, për shembull komuna Ravecit ka fshat që i ka shkollën përfundim, do të thonë para mbylljes. Është po, Se janë largu. janë largu njerëzit, kanë bërë kështu me viza pune, mos ne kanë marrë fëmijën. Këto janë ato që ndikojnë. Nëse kish ardhur një turist ose një i huaj, edhe të kish pyet për fshatin Xerc, me një fjalë, ç'e kishe përshkruar fshatin, ose si në këtë rast janë për herë të parë në Xerc. O tash unë është kado që të flas për fshatin tëm, ti mundesh me marrë Po krejt. diçka të mirë. Nuk po du me gjetë më të mirën. Shumë fshat human edhe Njerëz të respektuar. me thënë drejtën na jemi ma tepër që i respektuaj. Kemi njerëz që janë prej fshatnave të rrethit që janë të vendosur këtu. I kemi të barabartë si fshatar. Si me ata që kemi pas kujshillak, si këta që na vinë, mundohemi me i përkrah. Do të thonë një E kemi tregun qëtu afër, me siguri e keni po tregun. Po. Na treg aty prej këtë rrethinave vinë edhe e kryen tregtin që e kanë me bujqësi sidomos tash në këtë kohë. Jeni fisë të ndryshme në këtë fshat? Po kemi shumë. Edhe martohni me zëjti. Martesat janë shumë të ralla, po u ka. Pse nuk i bëni martesat apo vetëm kështu e keni si lloj adeti ashtu? Jo. Fatbarësisht ka. Duhet me rrit miqësinë me u forcu nërmjet veti pak ma tepër ma mërmendja. Se edhe ku ishi edhe mik, na veç ku ishi e kemi. Po. Kështu, për ata me siguri. Shpen, der shtëpisë. Po, dasman der shtëpis. Me një muzik dy dasma. Me një muzik dy dosa. Që ata mësafirët e njëjtë i kryeni me një dorë, drejka, çka do të Ja, thënë. pas si do qoftë tash civilizimi për bot veten. Nëse dikush vetëm është në shkolla, takohen, ju shkon muhabeti pse edhe mos mu martu. Normalisht. Pjesa e mërgatës, po më intereson sa kanë investu për fshatin e vet. Kanë investu diçka, ju kanë ndihmu. Si për shembull çka? Po nëse e marrim qysh se pi para luftës, çdo gjë që ka ekzistu. Në çdo nevojë që ka ekzistu ata kanë marrë pjesë. Përveç shtëpive të tyre që i kanë ndërtuar apo dijet. Shtëpijat. Nëse marrim një aksion, që për shembull, rregullimi i një parkut, rregullimi i një objekt aty të xhamia e kemi, ato e përdorim për rast të vdekje. O da e fshatit. O da e fshatit ose diçka, shka do që ta se ata janë gjithmonë të Shumë mirë. përgatitur me na ndihmu. Po. Pjesa e parkut është gjithçka në rregull, nuk i mungon kur gjë? Pjesën e parkut pak po na bëhet si që peshini, Me fletat as mbeturinat vjeshta. jo, a, mbeturinat janë mbeturina diçka ka- tjetër. A, po. Po tash e ka mbikëqyrje komuna, shumë rrallë vinë edhe e pastrojnë, deri i vonë e kam pastru vetë, e kam mirë mbajt vetë, tash e kanë morë ata, nuk jemi konë të knast, vinë shumë rrallë, edhe po shifet se shka ka. Ja, kthejo prapë se. Duhet pa tjetër në pranverë, Po. duhet do i pa kam tjetër, shku- edhe spoku mi jo thonë që mos hajdi se kanë ardhur dhe kanë vizitu si park, kur e kanë po të rregullun, pastruni kanë bë foto dhe kanë dërguar në komunën e Ravecit, edhe ata e kanë zgjedhur si park ma një ndër më të Postër. postërtit, kështu që nuk ka kun puna aty ne. Hajde thu i merr një foto tash E të tash shënim. hajde merr një foto. I ndrum, faleminderit shumë për kohën. Faleminderit ishte juve. shumë Knaçi. Faleminderit shumë për vizitën që na keni bë. Knaçi, faleminderit shumë.
vazhdojmë po e komentojmë pjesën e parkut, pra banori që na i dha ca informacione si që një tu e pa dhe gjendjen është përplot me mbeturina, një park si ky ndërtum kaq bukur, se ka mbet kështu me mbeturina, na tregoj vetë banori, për shkak se tashmë është në menaxhimin e komunës dhe si komunat pra si i lajnë punë zvar, e shihni pra është përkeqardhje familjar, banor të këtij fshati, ku me orë këtu me qëndru mbërllëg me e kalu kohën e lirë. Për ndryshe pishat i pas kanë shumë të bukura, diçka tjetër ka, çka i mungon këtij parku është këndi i lodrave për fëmijë. Kujdes se pak pas ka lloç edhe mundesh me rshit ondi, ë? Bolt. Hajde bre se shqiptar jemi katonor, tamam kështu në gjuhën popullore, lloç. Ja, pra miqtë e mi, dolëm tek pjesa ku edhe është xhamia, një objekt i bukur përveç kësaj e ka dhe odën e fshatit, pra oda në të cilën i mbajnë ditë e mira dhe jo të mira. Këtë ma tregoj edhe vetë banor, jem të e pa një shtëpi, po duket kështu e ndërtuar për shumë vite me parë. Janë ndërtuar këto shtëpi nga duart e arta të gjyshërve tonë, këso shtëpia me bolt, është ashtu? Kë muri. Veç pjepi një shikim, bismillah, sa bukur, edhe u burri është në gjendje perfekte, me bori, pastërti, përveç flitëve, normalisht tash jemi në kohën e vjeshtës, tamon e pastron, ato bim përsëri veç me i shkun, kështu me i qitë për një herën tokë, ndryshe nuk i si ja ben. Fshati është shumë i madh, fshati Zërc, kemi shumë punë për të bërë, ondi po më thotë kënej, mu ka pështjellë qëtash fshati krejt, sa rrugë të rrugicat i paska. Momentalisht gjendja është shumë qetë, vazhdon të jetë qetë, por takuan banor, dikon 3 banor i takuva. Mos harroj me falenderu miqtë e mi banorin që bisedova para marketit e tij. Unë zgjodha këtë Haribo për shkak se edhe është ftoft na luti për kafe, por që ne po dojmë me nxitu, me që tash dita është edhe e shkurt, mos me na u bë terr, edhe nuk arrim andej me xhiru, ne po vazhdojmë xhirime, edhe nuk patem ku ashtu me pi kafe, gjithsesi faleminderit shumë. Kur i thash pse para kamerës nuk po më thu për kafe, nuk po më thon, tha s'ka nevojë, tha unë nuk po bëj, tha me dal në publik, shumë njëri i sjellshëm, i respektuar, në rrahvet janë njerëzit kësaj, janë njerëzit shumë të mirë, sa dyrë të lezetshme. Kjo pjesa ku ndodhe momentalisht, çto kubzat veç e pas kanë marrë formën e usë. Se di pse që ka mujtë me ndodhë, këtë ndoshta ka ardhë ndonjë mjet me pesha të renda, apo si janë këta kamionët, edhe e ka prish, po mendoj, po supozoj, se s'po di. Fshati ka nevojë për një mirëmbajtës, për fshati nuk e pyeta se a ka mirëmbajtës, me siguri që ju, për shkak se po shoh diku vende, mbeturina, dyert i pas kanë të hapura për mysafir, si puna jem, po edhe mos me pas derën e hapun, unë vetë hapi, nuk e kam problem. Tashmë e para në Kosovë që i ku mi njerëzve në për shtëpia, në çdo familje deri me tani veç me logjiku, do më thonë me i hi njerit në shtëpi me kamerë, edhe kur një s'ka ndodhë me më thonë jo ktheho. Faleminderit pafundësisht edhe halal ju qoftë. Po shqiptari për këta njihemi na, po m'pëlqen edhe kjo rrugica këtu, po këtu rrugicat si për çudi nuk janë të shtrume. E kom pas atë mendimin se fshati Zërc mbas temrit ashtu, sa shkronja? 5 shkronja, Zërc. E kom pas atë mendimin që është fshati vogël, por ja që ka dole kundërta. Oborët janë nivel, e kanë pastërti në çdo obor, mos harroj me cek, shtëpit i kanë shumë të bukura, si që më tregoj dhe banori nuk mundesh, ndoshta edhe me taku banor për shkak se janë në përpuna. E mira e këtij fshatit është se nuk e kanë braktis, përveç kësaj ka vende ku mundet me u punësurinia, edhe kjo i ka ndalu, jem të ndëgju dikën me drum,
s'po di, a mundet me konë kjo dera, apo kjo? Ka po ndëgjuat më shumë ndi? Unë ti po të parë. Hajde po provojmë. kur të më gjunë me sakicën kryt, të bestek, po. Oj, zoti shpis! Shte dhe në kom të gjanë. Hajde, po provojmë. Wow. A do një mësafir? Po, që zojna? Përshëndetje. Përshëndetje. A i mirë Dorentina. Dorentina i njëva? Po, jo, si jeni? Mirë, mujtët. Faleminderit juve. Dikosh që të është të qa drungë. Une? E, halal të koftë. Unë të mendu se pe e gjojnë e i zotri? Jo, zotrit e në punë, valla. Po, valla, djemë të kam punë. Shqyqër, me në si Shqyqër që jam bash. punë. Qësh jeni? Mirë, bre, Qësh mirë. më kaloni? Mirë. Hajde shkojmë qështë të full. Po, mirë po kalojnë. Apo lodhënja? Pa, duhet më lodhë, kur ki familje. Po, mos një ndërpriva, hajde të bisedu edhe qajmë bashkë. Ja, s'ka kur gjë, hiç se kam rëndësi, hiç Se? më samin. Vish dora me u kopa. Mu po më vjen mirë që ma hapi dirën një zonjë, faleminderit shumë, jo, shumë duhet, respekt. Gjithashtu. Faleminderit. Në ndere me të mira. Po, e di se shumica prej femnave këshin pas dëshirë me bisedu me mu se prapa ka mirë, se më tojnë, oj, shumë dollë, po na vje keq. Ja, mua se të rësë mirë keq, unë jam shumë e fort. Kam qef me fol, me bisedu, jap intervista kush do që të vjen, hiq më sni për atë punë bile. Faleminderit shumë. Në ndjerë Çka me të kimi na tregon e pesha një rregull, një pastërti të madhe në këtë borë, gjithçka është perfekt. Është nga duart e orta? Juve? Po, unë me burrin më shumë kujdesem se nusën edhe 2 djemt i kam punë, edhe vajzën e kam të madhen këtu. Po tash kjo verë son shumë bukur me pa. Edhe këtu, edhe tash po mendoj është shumë Tash ti në kohën e dimnit është pak se bëhet lloj që është lagështie e madhe, nuk është aq mirë. Por që gjelbrim gjithandej e paske. Po, Lulat e pamundur është me imeni u bërë shqiptar, e nona tona mos mi bon lulat atë. jo, lulat unë i kam marak, unë i maj lulat krejt. Ata punojnë, ata 3 nusja me 2 djemë punojnë. Unë kujdesna për 8 antarët familjes. E baj bukën, vinë e hanë drekën shpejt djemët, nusës ja jap me veti. Darkën e baj une. Lumnusja për Nusja vjerën. Ja, mirë Ku me kalojnë, gjithë raportet si e kena. vjerë. Raportet e kena të mira, apo vini një kafe me pi. Ja, zoti dash bereqet, Ja, valla, me gjithë faleminderit. qef, ha? E Me di gjithë qef. faleminderit shumë. Unë veç po kam dëshirë pak me bisedu dhe më tregu për fshatin. Edhe po i shumë. Fshati jonë është shumë fshati mirë, me thonë të vërtetën. Këtu janë 2 sekte, Zahir e Dervish, po nuk kena asnjë problem. Jena shumë, me thonë kojshime, këtë kojshinë s'kena keq, dikush kërkush nuk është të më konë keq në veti, mos me poli, mos çdo njeri që e shon rrugë unë e përshëndes. Edhe më përshëndesin, më respektojnë, faleminderit për tynve shumë, po shumë fshati mirë dhe të ardhnit që të vinë musafir këtu që vinë me shtëpia, më haqerë që e thonë. Këta kanë me respektu fort. Nuk e dajnë as sukur për fshatit që janë sukur ata që vinë këtu. E çka e mbon këtë lidhje t'juve kështu mes banorëve? Nuk e di se jena shumë, më thonë të afërt në veti. E ju jeni këtu për sa vite? Unë këtu për 50 vite jam. Ja ardhë nuk se këtu që Nuk se që 50 50 vite. vite e Se marrë. keni ndru hiç kur? Ja, se kemi ndërruajq. Për këtu 50 vite, si kanë qenë për juve? Mirë, valla, mirë kanë qenë, shumë mirë kanë qenë. Ama mirë kohat sot apo dikur? Po për do gjone o konë dikur e për do sot. A kemi sot më të letë jetisen? Po, më të letë se për shemë edhe unë e dalë, jam e lirë, nuk kom nalë kërkush, shkoj në market, shkoj në Ravec, në komunë Ravecit, shkoj në Prizren, unë jam bie korishës Prizrenit, edhe shkoj edhe në fshatin tem, shkoj vetë, nuk kom pengon kërkush me thonë që kjo dull. Dull, unë dalë për nevojat e mija, i kry. Edhe s'ka kush me thonë që vëlla kjo dull, kjo boni, kjo jenë konë ato për para, jenë konë ato mbrapa meteoritë e njerëzve. Jenë konë ma analfabeta, e tash ti jo, tash në regull, tash vishë se kam moshën, se kam gjatë 9 vjetë, se unë që tash shkoj hinë punë, që më pengon dikush, edhe punoj, s'ne alë na ishë, po së merë, se në pensioniste jam. Valla bash një pozitë mire kështë meritu se bash zoj koke. Vallaj, nështë duhet më konë ma mirë, po tash ti me që to, qësh me thonë me që të mijet, mundohë në më konë. Normalisht. Po. Unë e thëmë për kohën atëherë që jenë konë ato budalache. Budallaqe Se tash juve kanë. që ju kanë lënë veç vetë në shpe, si me t'lonë në shpe, si me dollë ti qëtash në qytet në Ravec Jo, unë kur sëruj ftyrën teme, Qa ja? s'kërkur se në mërunë mua. S'mund me të ardhë mrapa kërkosh. Kërkushi, që unë kam qef,
Më kone afërt me një shoqe, me dalë me pinë me një kafe, me një shoqe, me një kolegët temën, çfarë do koftë, unë i respektoj një fëmijën më të vogël, edhe më kanë që e ka falë Zoti me të meta, unë kam qef me respektu ata se Zoti e ka falë. Po para Zotit jemi krejt njëjtë. Para Zotit jeni krejt njëjtë. vërtet. Po kisha pas dëshirë më ardhë me hi me pi një kafe ju. Hajde bre se s'ta prishën ty dëshiren, hajde. Tash çka po du me ju pyet, dera u hap. A, shkajte mbylli, mos po hena i qena diçka? Kur gjosë, Nëse këshe kthy kohen, për shembull 20 vjet kur i ke pas, çka këshe ndryshu? ku shumë sanda kisha ndryshu. Për atëre tash ka ndryshu. Qatë ka mbet marak në moshën sa e ka në re, po që ja u këshe për cilë gjeneratave të reja, mi u thonë që ta bëne, që ta mos e bën. O shkam ka met marak në shkollë më pas kanë se kom te shkollën shumë edhe me hinë punë t'i konë. Po tash ka punë bëll, ka vendet punës bëll, po unë tash po më. Mosha tash. Mosha ka bot vetën. Hajde ta pina ka një kafe. Hajde po e pim një kafe. A ti qesën e? A e kina i konë shpeja ju kërkon heq? Unë më i qes. Qërën e me qëtemisa dhe të burra, femna shqiptare, e zoja për, shpia nike për, që të hollat kemi mu. Hajta ma, mama ti qëto të ashte? Tash unë ta bëj ty Po, hajta ashte mu komentëm. Bravo Dorentina. Bravo. Do me na për cilë, se po tutët mos po këthejhem. Ja, lirisht këthej edhe në darë kjo pres, pasha fëmijën, pasha fëmijën. Kur të keni qef mirë se vini, kemi më knaqqa. Faleminderit shumë, nuk dëshaj që Faleminderit me të s'knaqem. Faleminderit Zot ja dhash krejt mirat, e faleminderit që Gjithashtu, ndove ku për gjithashtu. neve, e na i Faleminderit hape edhe dyrë për të juve. burrit. Hiq mos ki dati. Faleminderit shumë, çdo të mirë. Mirë. Miru pafshëm. Mirë, Faleminderit shumë. Hajde Ondi. Me të mira, faleminderit shumë. Miqtë e mi, miru pafshëm. Miqtë e mi, pas kam hynë në shtëpin e një shikuese, si që po të pra une me mendimin që është në i zotri të qadru, por që mdel zonjë, e mbo qef edhe ma shumë, nuk e prita. E falenderoj për zemërësisht, jemi kënaqë tash me dini muhabet edhe prapa kamerës, po dihet kjo. Veç kujdes, kujdes e pas ka që uri, qëto në pjesën ku ndodhe momentalisht, kubzat që në kanë krisur, nuk pas ka fare heq, i pas kanë largu, kështu që po vazhdojmë një, po e komentojmë edhe për pak qaste fshatin dzërc, edhe pse e kemi kohën ashtu zëmt, por që atmosferin e kemi nivel, sa shtepit e bukura, fokus, më tregun që në këtë fshat, bravo Andi, më tregun që në këtë fshat edhe Mërgata ka investu me të madhe, do thot nuk ka shtepi që nuk është e bukur, kujdes Andi kini makin propa në shpejtësit e dritës. Pra Mërgata ka investu, si që ndëgjut edhe banurin krejt në fillim, për çka do që ka pas nevoj fshati, ata ju kanë bashku iniciatives. Tash çka patën këtë fshat, shkolla, xhamia. E veçori tjetër e fshatit, çka po m'pëlqen është se numri i nxënësave është i madh në shkollën Nxerc, komuna Rahovecit, nga 800 nxënësa ka ra numri në 600. Që do thot, nuk është keq, 600 se mbaj mend që kam qenë në ndonjë fshat dhe shkolla ka pas një numër kaq të madh. Jam të i po njerëzit punëtor, një shtëpi të re po e ndërtojnë, hajde për hajre gëzoft pronari i ri. Mërgata. Aj një lodh! O, në gjithë një kafelet sa do në sekret kini mu po. Edhe që të më rrina. S'kom lën vend valla, më kanë metë edhe shumë tjerë. Punë të mbarë.
A dhe që të isha, erdha, s'poloj zhvend pa shkue. Në komelo meq të mi bashkë me mua Dorontinën do jeni në 1400 fshatra sa i ka Kosova. Kështu më ka dojnë numri, me emër të Zotit, që na jep Zotit shëndet e jetë, do jemi në 1400 fshatra bashkë. Më pastaj, befasi, jemi me projektin tjetër të radhës, por, edhe ma fuqishëm për ta tëndi, nuk dëshojnë publiku jem, ta mund që i kom publik, nuk dëshojnë aftësit e mija, por mbetet befasi e rëndësishme është që do më keni në ekran, kaq. Fshati Zërc me qëtemi me një sipërfaqe bukur të madhe, kam pozitën gjeografike shumë të mirë, jo se si jam mësu në fshatra tjera Kodrinë Romalore, këtë s'pas ka moljas, fushas, krejtë rafsht është me qëtemi, një fshat shumë i bukur, jeni të ripa dhe fabrikat e fshatit, dhe si që po e shifni jemi në fund të rrugës, pra kemi ardhë që nga fillimi e deri në fund të rrugës. Po shpresoj që kam arrit sa do pak nëpërmjet pamjeve me i pa shtëpit, rrugicat ku jeni linderit, me ju ngjall pak nostalgji, e kam djalen për pjesën e Mërgatës, cilë po duhet edhe me i përshëndet. I erdhi fundi sa i përket qëndrimit ton ditor sot në Zërc të Rahovecit. Këtu na u duhet me u përshëndet me juve, shifemi në episodin e radhës, deri atëhere, mirë mbetëshi!